Atëherë, Indri vazhdon garën, ndërsa në sfidë shkojnë Gresa, Akili dhe Fairfax. Arbana. Po, Akil. Tashi, parimisht, besoj se për kësaj gjëja tonë thjesht arri me marrë një mesazh. E kupton, pra i bie që pas kam kënë të bëjë gjëra gabuar këto. Edhe duke mos dash për me e zhyt vetin më poshtë, mendoj që është më drejt që ta leja tani garen edhe të vazhdojnë të dy tjerët. Ka lidhje me më. Akil. Se jo. A pas kam qenë duke folur kot kur thash që duhet ta jetoni atë eksperiencë pa menduar çfarë kanë thënë të tjerët, çfarë kanë bërë të tjerët, Nuk e kanë to e fol as pak kot, e kupton, për mua thash i kret okay dhe ajo që thej për mua bani sens. Edhe për këtë arsye po them që s'pas kam qenë to e shiu tamam. Kështu që thjesht un po vendos të largohem, edhe Akili mund të jesh në kohë të ndryshosh. Jo, nuk mendoj që Dhe ta shijosh tamam. Jo, nuk mendoj që është kam kohë mjaftueshëm për atë gjë. Nuk e kohë mjaftueshëm? Se? Po thjesht duket e pa arsyeshme të shetin, duket sikur lufta është e kodë. Provoje fatin, no Akil. Jo. Mos i krijo vetes destin. Arbona. Ta krijoj fatin. Po Gresa. Unë se mi gjujtë edhe ti do kunja se mi muza ka njerë që shko qef, po unë jëmë konë se ta goj, ta galesha tona të bukra, edhe i kom thonë që unë e du me e ndërprejkjet farruktimit, tem se nuk më kam pëlqy shumë do diskutime, a bën të folje, faleminderit. Nuk më kam pëlqy shumë do diskutime, do sjellje arrogante e të tjera, edhe unë po besoj që kish me qenë mirë, me kalzu, a bën të përfundoj. Kish me qenë mirë, na me dojë që atë, me bo qatë fargare, me respektu publikun, me dhonë pak show, edhe unë du me mojtë fjallën tem që ja kom dhonë vetit, edhe unë sot me dojë. Amo garën e bojna. Okej. Tani, medalë është shumë kollaj. E di. Askush nuk mban askënd. Pa tjetër që po. Askush nuk mban askënd. Kush doj që të largohet, mund të largohet me njëherë, nuk ka asnjë lloj problemi. Por, unë nuk besoj që këtu janë zgjedhur njerëz që i lejnë gjërat për gjysëm, për arsye të kota. Dhe, të thuash që doli, një sekond, të thuash që doli Indri i shpëtuar nga publiku dhe unë iki. Të thuash që niveli bisedave këtu nuk është në nivelin time dhe këtu janë debate të kota dhe unë iki, do të thotë të dorëzohesh akoma pa filluar, ende pa filluar spektakli. E vërtet. Tani, ju jeni të lirë të bëni çfarë të doni. Por Gresa, unë kam ardhur këtu, një sekond, ju lutem. Unë kam ardhur këtu si përfaqësuesja e një produksioni ku punojnë qindra njerëz. Dhe më besoni, vendimet nuk janë asnjëherë të lehta, por njëkohësisht nuk janë asnjëherë të pamenduara. Të peshuara, të menduara, të analizuara me shumë kujdes që askujt prej jush aty brenda të mos i hahet haku. Dhe që të gjithë të jeni të vlerësuar në mënyrë të barabartë, siç besoj e keni ndjerë vlerësimin e të gjithë njerëzve që punojnë për juve. Jepini shansin të gjithë atyre që punojnë për ju, ta çojnë këtë spektakël deri në fund dhe nëse pastaj në orën 1:30, 2, kur ky spektakël të ketë mbaruar, edhe ti, edhe Akili, nëse Akili do të shpëtojë televotimit, do keni dëshirë sërish që të lini spektaklet dhe të dilni jashtë, e keni derën e hapur dhe mund ta bëni. Po na jepni mundësinë që të bëjmë edhe ne punën tonë. Më kupton? Po, a më i vesh me shtu diçka Arbona? Sepse edhe ne kemi përgjegjësi. Është votuar gjatë këtyre ditëve, do të votohet në spektakël, kemi më shumë se sa janë, më thoni, 300.000, 400.000 sa po na ndjekin sonte vetëm në YouTube, nuk po flas fare në Vision Plus, dhe ndërkohë kemi disa njerëz që në momentin e parë, po iki unë u mërzita fare. Pse më kështu lihet loja? Arbona. Se kështu iket. Arbona dhe shfar. Po du me tonë diçka. Tani unë e kuptoj që jeni vipa. E kuptoj që jeni edhe... E kuptoj edhe që jeni të izoluar, edhe jeni të mërzitur, dhe me thënë të drejtën. Edhe debate si ai që juve keni përjetuar atje tek ferma, edhe mua nuk më pëlqen që t'i shoh. Por,
Ti japim kohë gjithë se cilit. Ti japim kohë gjithë se cilit. Ti japim kohë, se nuk është e thjesht për asë kënd, më besoni. Gjëja më e thjesht që mund të bëjmë të gjithë, e di cila është, të them unë, Ika, se përballoj do të debatin, publicitet, shkoj të mendoj mirë, qof herë qa bëjt ale nga telefoni im, të di se qa përgjigjet ju japun këtyre, se unë nuk di, duhet shoh publikun, se qa thot publiku, qa bën publiku, qa mendon familja, qa s'mendon familja. Kjo është përvoja juaj, kjo është eksperienca juaj. Vendimet i merrni juve. Largoni nga çfarë mendojnë të tjerët. Jeni të lirë, jeni të rinj, po ju a them edhe një herë tjetër. Shijojeni, Gresa. Shijojeni dhe jepini kohë kohës, jepini kohë vetes. Me thonë edhe diçka. Arbona? Unë e di që nuk janë zgjedhur njerëz që dorëzohen këtu. Unë di që janë zgjedhur luftëtar. Dhe jam e bindur që nga luftëtarët më të forta jeti Gresa nga Kosova. Qoje po deshe deri në fund të eksperiencë dhe do flasim pra bashkë dhe me publikun kur ta krysh, kur ta përfundosh. A mu i veç diçka me shtu? Po. Une, për kundrazi Akilit, kur mu më shtorët një farë mundësie me debatu ose me diskutu për diçka, unë e kom vendus me hishtë se mu ka do shumë arsyshma, jo se sa me vazhdu një diskutim që mu ka do shumë i shëmtum. Dhe ke bërë shumë mirë, ke bërë atë që ke ndjerë, ke po, bërë shumë mirë. Pa tjetër edhe si jam pishman as pak se unë të ke fundit të tregoj edukatën të me nasë se farë në forme. Mirë po, unë jëm ofendu më shtë me ignorancë, më shtë folë me arogancë, edhe unë thjesht nuk po mendoj që I fit in here anymore. Jam shumë dakord, dhe të tash, prit mbaroj spektakli, se të spektakli vetëm ka filluar. Për respektin për juve si produksion, edhe ju falenderoj shumë për këtë mundësi, të kanë shme që ma keni dhonë, se unë kom fitu këtu shumë eksperiencë të mirë. Mirë po, unë për respekt për juve, do ta përfundoj garen dhe me qefin matë madhë, unë dalë si zoj. Dhe të dalësh me qefin më të madhë dhe shumë mirë, në qoftë se ky do jetë vendimi yt, por po të them edhe një herë tjetër. Prit deri në fund, sepse ka filluar ky spektakël, ndërkohë që unë kisha një zarf në duar. Dhe ai zarf do të lexohet pasi të respektojmë publikun dhe të përfundojë televotimi, që të mos ndikojmë tek televotimi. Gresa, sepse janë shumë ekuilibra për të mbajtur, është shumë e thjeshtë të thuash, unë iki tash so mërzita, por duhet i mendojmë të gjithë, publikun nga njëra anë, konkurrentët nga ana tjetër, produksionin nga ana tjetër, opinionistët nga ana tjetër, dhe patjetër që të merren vendimet e duhura në mënyrë që të gjithë të jenë në ekuilibër. Arbon, nuk thash që jam pikë jam mërzit. Arbon, arsyeja pse unë venosa për me ikë, nuk është se jam mërzit, por jam venos për jam të menu për me pështu vetën, e kupton? Sepse automatikisht unë marrë një sinjal që ja ke fut kot. Po cilat janë këto sinjale, mora ki që ti bën ka që zgjuar për këto sinjale? Po si kur ti të dalësh nga ajo firma dhe ti e gjithë Shqipëria me ty, qa sinjali është pastaj? Ku i more më këto sinjale ti më Urama? Qa sinjale është janë? Sinjale është që Indri ka dali për këlluar i publiku dhe Indri është ideal, i talentuar, i edukuar, nuk ja prish fjallën kujt, është gjithmonë dispozicion për gjithë, është një djali i shkëlqyer dhe në rast se publiku ka zgjedhur Indri, do me thënë që edhe ne 2-3 pak më të shetë, sepse po kupton edhe gjëra të tjera. Blerina, unë nuk e di se si interpretoni ju, dhe ju a lë juve ta interpretoni atë. E vetmja gjë që unë po ju them, është të largoni pak mendjen dhe vëmendjen nga sinjalet dhe konspiracionet dhe publiku dhe si ma tha kështu opinionisti, ma tha kështu Arbana, se unë i kuptoj pasigurit në një ambient të izoluar. Por duhet të kuptoni, po ju a them për herë të 100, të gjithë ekuilibrat që duhen të ruajtur. Arbana, për vetën time, në rrasë nuk do i respektoja kaj shumë dhe ty dhe publikun, unë do isha quar, do isha larguar nga ferma që kur ndodhi fakti me Ilirin. Dhe nëse na respektoni, na lejoni ta bëjmë punën tonë deri në fund. Këtë po ju kërkoj. Kini durim. Është gjëja më e thjeshtë ta hapësh derën e fermës dhe të dalësh dhe askush nuk mban askënd me zor. Por kini durim. Është një spektakël që zgjat minimalisht 4-5 orë. Nëse dëshironi që ta mbyllim tani, e kemi shumë kollaj. E mbyllim tani spektaklin me juve dhe unë e vazhdoj këtu se kam një super publik në studio, kam opinionistet dhe mund ta vazhdojmë, se ne do ta vazhdojmë gjithsesi ju ndjekim juve dhe ju komentojmë këtu nga studio. Po unë mendoj që ne mund të veprojmë shumë. Arban, mund të një gjëse ndoshta kam... Vetëm një sekundë, më falë. Jo du me kuptu diçka se s'po e kuptoj, sinqerisht. Nuk është se
U krahasun Indri me Akilin Absolutisht jo. Po pra, Absolutisht jo. Kam as pak aty, Movis. du me e kuptu, se s'po e morë vesh. Absolutisht jo. Janë Janë 4 njerëz në televotim, personi që është në televotimi është Indri. O Akil, ti besoj ke ndjekur O Akil, unë nuk e kam menu kështu. Tani rezulton që Akil, a mund të tregoj? Dhe njeriu reflekton. Po pra, unë më reflektoj dhe them që nuk mune me ba. Akil, U dorëzove, ka që pate. Jo, po ishtu jam mirë. Ideali që do luftoj. Nuk mund t'jem atë që urtë. Një sekond. Nuk mund t'jem ashtu ju. Një sekond. Jam tjetër. A mundem të ndryj vetëm një, kam vetëm një ndryrje të fundit për ty, Akil. Si një njeri që kam bërë ca vite televizion. Asnjëherë nuk ndodh në asnjë garë që publiku të jetë unanim 100% dhe të pëlqej dikë 100%. Secili ka fansat e tij. Dhe gjithashtu në një garë që zgjat 3 muaj, dinamikat ndryshojnë, pëlqimet ndryshojnë, njerëzit ndryshojnë dhe si pasoj situatat ndryshojnë. Kështu që mos merrni absolutisht asgjë absolute, sepse diçka që ndodh sot mund mos bëj asnjë kuptim nesër. Unë jam e sigurt që e di këtë, Akil, por nëse, edhe njëherë tjetër po ta them, ti dëshiron të largohesh, Gresa dëshiron të largohet, derën e keni të hapur, mund të largoheni. Kthehemi pas pak.